A e kenin gjere ndonjë here kete boshlek te telle? Kin gjengje ke bota vazhdon të rrotulohet ndersa ju mbeteni të ngrirene higjen, si te harruar. Shtroni doren drejt te qirevi, por çdo përpjekje duket te ike. Lidhjet kopetohen, heshtja vendoset. Kio përvoje nuk është rastesi, velezer dhe motra te dashur. Këjo vetmi nuk është ndeshkim hijnor, është një FTS. Allahu me mensurine e tij te pafund, izolon ata ke a zgjedh me një kellim të kaktuar. Sot du të shkirtojme se bashku shtate arsjete të lapsik gjo vetmi eshte në te vertete një dhurate i qmuarkve pak e kuptojni. Para se te thellohemi ne ke te zbulesi, mos harroni te abonoheni ne kanalin tone, drita shpirterore. Dhe te aktivizoni njoftimet per te marre video tona te ardhshme inspiruese. Komentoni Allahu është i madh per te shperndare kete menqurime bote. Arsje nje, izolimi si mbrojtje. E zemrës ne kete bote te mbushur me shperkendrime. Zemra gjone është vazhdimisht e sulmuar. Njoftimet e penderprera, gjikimet e vazhdueshme, pritshmerit e shtipese. Te gjitha keto formojnë nje perde te trashe kë e reson lidhëshen tone me Allahun. Mendoni nje moment, sa here keni rene në nje bisede te kote, sa here mendja juaj është hëmbur në krahasime sterile me te qeret. Zemra jone është si nje paskire delikate. Qiru ndikim negativ e turbulon kete paskire, duke humbur aftesine e saj per te reflektuar driten hijnore. Allahu me meshiren e të qte pa fund, derin here pas here duke gju izoluari. Gjo per të gjuberi të e vuani, por per të e ruashtur ate ke eshte me i të muar të gju. Mendoni per një gur të e të muar ke mbahet në një kuti. Po ashtu Allahu gju largon nga ndikimet ke mund të korruptojnë besimin tuaj. Ke mundet gju shtigjnë të beni kompromise shpirterore. Kujtoni profetin Muhammad ke shpesh tërhikeq në shpelen e Hira. Ato momente nuk ishin arratisqe, por saste të shenjta ku zemra e tajq mund të dek gjon të zerin hajqnor pander hirqe. Kur ndiheni të izoluar, konsideroni se mund të gjete Allahu ke gju ofron në je shenjteri per të pastruar zemren tuaj. Per të mbrojtur aten nga shperkendrimet e botes ke mund të gju largonin nga aj. Are si jedi. Izolimi si forcimi karakterit epoka gjone na kushton të ikim nga heshtja. Gjemi vazhdimisht të bombarduar me informacione, opinione, stimulime të gjashtme. Por eshte pikerisht ne heshtje kë zbulojme se kush gjemine të vertete. Izolimi eshte si nje paskire pa filtra ke në tregon fityren tone të vertete. Me forkat tona, dobesite tona, frikerat tona me të tella. Kjo eshte e pakenshme sigurisht, por eshte e nevojshme. Kur gjeni vetem, pa shikimet a gjashtme, pa pritshmeri nga të qeret, gju detiroheni të përbaleni me realitetin tuaj të brendshëm. Nuk ka maska, nuk ka role për të luajtur. Profeti Muhammad vete të rhikej në vetmi, gjo thjesht për të arratisur, por për të pe argatituar. Ato momente të vetmise nuk ishin pushime, por periuda intensive të pastrimit shpirteror. Izolimi behet keshtu fusha gjuaj e trajnimit personal. Ai gjustin të përbaleni me demonet tuaj të brendshëm. Dishimet tuaja, dobesite tuaja. Shta e dimshme, por eshte ne kete dimqe kë formohet karakteri gjuaj a i vertete. Mendoni per nje hekur kales ke godet metalin e nëksehte. Qëru gorit që duket e ashper, por pekerisht ki proses e këtën gje kope metal të atjeshte në nje tike të cmuar. Po ashtu, Allahu gju formën permes ke atire momenteve të vetmise. A gju pergatit per një mision me të madh nga sa mund ta imagjinoni. No heshtje, gju zbuloni të helbin tuaj të vertete, thirgjen tuaj hijnore. Arsje 3. Izolimi për ta. Theluar lidhjen me Allahun ka momente kur edhe kur gjeni të rrethuar nga ata ke gjutuan, ndiheni të pa kuptuar. Provime kak personale, kak të thella, sa askush nuk duket të kete fgjalet për të kete suar shpirtin tuaj, dhe pikerisht ati ndërhin thirgja hijnore. Kjo vetmi eshte një ftese për të drejtuar tek idhi.
I vetmi që mund të kuptoje thellësitë e shpirtit tuaj, Allahu. Në këto momente të boshllëkuta dukshëm, zbuloni se praninë e Allahut ngjeni me karte sekurre. Larg shpërqendrimeve njerëzore. Hini në një hapësirë të shenjtë ku zemra juaj mund të hapet plotësisht për te. Izolimi ju shtin në një varësi totale ndaj Allahut. E kuptoni se, pavarësisht të gjitha përpjekjeve tuaja, ka ngarkesa që nuk mund t'i mbani vetëm. Kjo se nueshmëri nuk është dobësi, është derë që son në një lidhje me të thellë me krijuesin tuaj. A nuk është kjo ajo që ngjeni thellë në kenien tuaj? Kur gjithçka shembet rreth jush të përfundimisht. Në këtë moment të dukshëm të dëshpërimit. Ngrini si të drejt Allahut. Kaj moment I kthimit tek ai është bekimi me I madh që fshihet në vetmin e tuaj. Profeti Muhammad ka njohur këto momente të izolimit të thellë. Kofte në shpellën e hira ose gjatë viteve të vështira në Mekë ku ishte I refuzuar. Ai e ktheu vetmina e taj në një lidhje me të thellë me Allahun. Izolimi juaj bëhet kështu toka pjellore ku lulezon lidhja juaj me Allahun. Nuk e të heshqe, mesoni të dëgjoni atë me karte, të shihni atë në çdo aspekt të jetës tuaj. Arsye 4. Izolimi si përgatitje për misione. Të medha izolimi nuk është një periudhë ndërmjet jetës tuaj. Është një stazim për një mision me të madh. Mendoni për historinë e mahnitese të profetit Jusuf, pakja kofte e mbi te. I hedhur në një pus nga velezerit e taj, shitur si skëllever I burgosur padrajtësisht. Çdo hap I jetës se taj dukaj si një prove të patejkalueshme. Megjithatë, këto momente të izolimit brutal nuk ishin ndjeshkime, por pi argatitje. Allahu po e formonte, e rafinonte, e pastronte për një rol të madh. Të shpëtonte kombet nga uria. Pusi, skallaveria, burgu. Çdo hap ka formuar në të mençurinë, durimin dhe qëndrueshmërinë e nevojshme për të bërë lideri që ai ishte I destinuar ta ishte. Per foja juaj e vetmi se ka të ngjashtin model hijnor. Ndoshta po kaloni periudha kur gjithçka duket të ju shpëtojë. Kur përpjekjet tuaja duket se gjanekot. Por në këto momente, Allahu po ju përgatit për diçka me të madhe. Ai po ju formu me cilësi që nuk I kishit imagjinuar. Aftësi që do të dalin në momentin e duhur. Çdo prove është një ushtrim që ju bën me të forte, me të mensur, me të qëndrueshëm. Ajo që sot ju duket si një dështim, nëse do të jetë dëshmi e transformimet të tuaj hijnor. Izolimi është furna ku Allahu ju rafinon për një mision të veçantë. Besoni atë në këtë proces, edhe nëse ende nuk mund të shihni fundin e tij të lavdishëm. Arsye pse, izolimi peka arta kultivuar. Durimin ka periudha në jetë kur gjithçka duket ngrirë. Përpjekjet tuaja nuk gjapin frajte, dirë mbeten të mbyllura, dhe pritja bëhet pothuajse padurueshme. Kjo stagnim I dukshëm nuk është harrim hëqnor, është një mësim I tmuar. Në këto momente të peculuara, Allahu kultivon të ju një virtut thelbësor. Durimin, sabër. Mendoni për profetin Musa, pakja kofta e mbi te. Kë kaloi vite në shkretet I re, larg popullit të tijë, para se te merte thirrjen e tijë. Këto vite nuk ishin të hambura. Ato ishin të nevojshme për të formuar durimin dhe mensurinë që ai do të kishte nevojë për misionin e taj të madh. Po ashtu, periudhat tuaja të pritjes të vetmise janë momente kur Allahu ju mëson të sinkronizoni zemrën tuaj me kohën e taj të përsosur. Në padurimin e kohës sone, ne duam gjithçka me nxehere. Por Allahu, me mensurinë e tij të pafund, edi që disa bekime kërkojnë në pritje, mesim. Velezer dhe motra të dashur, vetmia kurre nuk është ndeshkim. Është një përgatitje hajnore. Çdo lot I derdhur në vetmi, çdo lutje e mërmuritur në heshqe, çdo moment I shimi kaluar vetëm. E gjithë kjo është pjesë e një plani hijnor ka gjungri, që pastron dhe ju afron me Allahun. Edhe profeti Muhammad, kenije me e dashur për Allahun, kanë njohur këto periudha të vetmisa.
Vetmia e tij ne shpellen e hiran nuk ishte braktisje, por përgatitje për një mision që do të ndryshonte njerëzimin. Ndani mendimet tuaja ne komentet me poshta. Dashmia kuaj mund të jetë drita ke një qeter vella ose moter ka nevoje për sot.